përqafoni procesin e të mësuarit, sepse çdo fillim është gjithmonë i vështirë. Çdo hap i ri të sjell pasiguri dhe kjo është krejt normale, sepse ti po mëson gjëra të reja. Gabimet nuk janë dështime. Ato janë prova që ti po zhvillohesh. Çdo sfidë që ti po kalon sot, po të formon për versionin më të fortë të vetes tënde nesër. Mos prit të jesh perfekte për të filluar. Fillimi është ajo pjesa më e guximshme. Besoj vetes tënde, besoj procesit dhe vazhdo të ecësh përpara. Të ecësh edhe kur ty rruga të duket e paqartë. Nëse ndihesh e pasigurt, apo thjesht ke nevojë për udhëzim, nuk je vetëm. Më shkruaj në mesazh ose në koment dhe unë jam këtu për të mbështetur, për të ecur bashkë në këtë rrugë.